Me siguri edhe UNICEF-i e ka përveç si mbështetës i kretë kësaj ankete dhe kësaj ngjarje të thamë në të mirë të qytetarëve, ka edhe në interes të vetin për shkak të fushatave të ndryshme, intervenimeve të ndryshme sociale që bëjnë në shoqëni, ndryshimeve të ndryshme, këto dhëna i përdorni edhe ju pastaj. Absolutisht. Dhënat e miksit janë të përdoruna jashtëzakonisht shumë. Edhe ajo çka është po ashtu specifik, unike, kisha me thonë për miksin, është se janë të dhëna të hapura. Edhe qytetarët e thjeshtë mund të qasen. Normalisht dhënat janë krejtësisht konfidenciale, siç e tha Servetja. Por statistikat janë të hapura edhe do thotë mundësia me analizu edhe me pa se ku janë nevojat është shumë e madhe dhe do thotë janë të hapura për gjithë. Për UNICEF-in, do thotë është këto dhëna e përdoren edhe për zhvillimin e programeve tona, po dhe njëkohësisht edhe për avokim. Për avokim që të ketë investime edhe të prioritizohen definitivisht çështjet ku e shohim se nevojat janë shumë të mëdha, po edhe janë duke u përdorur shumë, siç e thash dhe më herët, edhe nga institucionet për të zhvilluar strategji, planet, edhe intervenimet ndoshta ndonjëherë edhe më të vogla, të cilat janë të bazuara në evidencë. Dhe prandaj ndoshta edhe një thirrje me bo për gjitha familjet që arsyeja më e madhe për ta hapur derën është të diturit se këto dhëna dhe informatat që na i ofrojmë, domethënë si familje, kanë me shërby për me orientu investimet ku është e nevojshme.